Në akuza për bashkëpunim me Serbinë është vënë kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti nga deputetët e Aleancës. Shkas për këtë është bërë riparimi 5 vagonëve të ndërmarrjes publike Trenkos në Zrenjanin të Serbisë. Ish deputeti i Aleancës Daut Haradinaj ka publikuar një dokument, sipas të cilit një komision i saktuar nga Trenkos kishte vizituar Serbinë me 7 nëntor 2024 për të testuar vagonet e riparuar. Duke ju referuar këtij dokumenti, deputeti i Aleancës Time Kadriaj ka akuzuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti për bashkëpunim me Serbinë. Pas betejës ose pas sulmit të Banskës, qeveria në mënyrë që t'i vendos taks 100%, sikur se i pat vendos zoti Ramush Haradinaj, ata e shpërblejnë Serbinë me gjysmë milioni për renovimin e vagonave. Dhe ndërsa këtu flasin dhe akuzojnë të tjerë që kanë bashkëpunu. Jo po bashkëpunën me Serbinë, edhe Albin Kurti po bashkëpunën me Serbinë. Trenkos është ndërmarrje publike e cila menaxhon operimin me trena dhe si aksionar ka qeverinë përmes Ministrisë së Ekonomisë. Kontrata për riparimin e vagonëve në vlerë prej 423.000 eurosh është dhënë me 2 maj 2024 kompanisë Profitec SHPK me bazë në Prishtinë. Kontrata nuk është publikuar në platformën e prokurimit publik. Deputetëve të Aleancës u është përgjigjur ushtruesja detyrës së ministres së ekonomisë, Artane Rizvanolli. Ajo ka thënë se vagonët janë dërguar për riparim në Serbi, edhe para ardhjes së vetëvendosjes në pushtet. Vagonet janë dërguar për riparim në Zrenjanin në Serbi për herë të parë më 2017, sapo janë blerë, në procedurë të nisur në kohë të qeverisë Mustafa e të përuruar në kohë të qeverisë Haradinaj, nga ministri Palekaj. A ka qenë AK-ja e brengosur për këtë çështje në vitin 2017, kur ministri i tyre e prente shiritin për vagonet e riparuar në Serbi? Rizvanolli ka publikuar edhe një dokument të datës 11 prill 2017 të ngjashëm me atë që kishte publikuar Haradinaj, si dhe një fotografi nga inaugurimi i vagonëve në fushë Kosovë. Por ish ministri i infrastrukturës Palekaj ka thënë se do ta padis Rizvanollin për shpifje. Ai ka deklaruar se nuk ka qenë ministër në kohën kur është nënshkruar kontrata për riparimin e vagonëve. Qeveria Haradinaj është votuar më 9 shtator 2017, ndërsa unë zyrtarisht e ka marrë detyrën e ministrit më 11 shtator 2017. Prandaj deklaratat dhe akuzat tuaja ndaj meje se këtë se kam dhënë tender një kompanie serbe janë të pavërteta dhe cenojnë rënd reputacionin tim. Për këto deklaratat do të drejtohemi organeve të drejtësisë dhe do të kërkojmë përgjegjësi ligjore për shpifje. Ndërmarrja publike Trenkos në një reagim ka thënë se tenderi për riparimin e vagonëve është dhënë në përputhje me ligjin për prokurimin publik dhe se ndërmarrja nuk ka mekanizëm juridik për të përcaktuar apo ndikuar në përzgjedhjen e nënkontraktorëve. Trenkos ka publikuar edhe përgjigjet që sipas ndërmarrjes i ka marrë nga kompania Profitec lidhur me arsyeën e dërgimit të vagonëve në Serbi, nevojën për leje dhe mundësinë e riparimit të tyre në një vend tjetër. Operatori ekonomik ka njoftuar ndërmarrjen Trenkos si në vijem, sepse vetëm ata mund t'i rregullojnë këta vagon. Ne njoftojmë doganën paraprakisht dhe e kalojmë përmes Maqedonisë për në Serbi. Jo, nuk ka pasur mundësi pasi që nuk mund të rregullohen diku tjetër. Trenkos në reagimin e saj ka njoftuar se do të bëhet një vlerësim i pavarur për të rishikuar nëse këto punime mund të realizohen edhe nga operatorët në shtetet e tjera dhe në rast se vlerësohet se kjo është e mundur, atëherë do të shqyrtohen opsionet për ta trajtuar brenda kornizës ligjore, thuhet në reagim. Po ashtu, kjo ndërmarrje ka mohuar se është larguar një punonjës i saj lidhur me këtë çështje.